Tragjike, 9-vjeçari qelloi veten aksidentalisht në kokë pasi gjeti një armë në shtëpinë e tij. Një djalë 9-vjeçar është dërguar me urgjencë në spital pasi thuhet se është vetëqelluar aksidentalisht me armë në kokë. Djali i cili është në gjendje të rëndë dyshohet se e ka gjetur armën në shtëpinë e një miku të familjes së tij. Sipas Le Parisien, incidenti ndodhi në një pronë në Francë. Prokuroria Céline Vissied i tha mediave se të shtënat ishin aksidentale, por personi që fillimisht e kishte armën është arrestuar, ajo tha, ndërsa të gjithë ishin të zënë. Fëmia zbuloi armën dhe e troqi këmbën. Zyra e prokurorit tha se prindrit e viktimës ishin në shtëpinë e mikut të tij për ta ndihmuar atë të zhvendosej. Ata deklaruan se arma ishte vendosur edhe në një dhomë të veçantë nga shtëpia për të shmangur rrezikun. Djali u transportua me helikopter në gjendje të rëndë drejt spitalit, ku aktualisht është në gjendje të qëndrueshme. Një burr 56 vjeçar është konfirmuar si pronar i armës dhe është ndaluar në stacionin e policisë. Një hetim për vrasje të pavullnetshme është hapur sipas prokurorëve, ndërsa hetimi nga zyrtarët vazhdon.